Nuk u bëj thirrje ju, se ju që jeni këtu, jeni për lëvizjen bashkë do votori. E vetë një thirrje që u bëj shqiptarëve, du Zotin, që të shdukti sektin kriminal të rilindjes. Unë jam pensionist që punoj, se së del pensioni, dhe mu çdo muaj më merr 312 euro. Pra edhe njëherë, vetëm i bëj lutje, dash pensionistëve socialistë, dash ashtu, votoni, përse si jam zhvesh si Zelenski. Ne jemi në luftë, jo në armë, me sektin kriminal. Ju lutëm me datë 11, t'ja presim oksigenin ati psikopatit, se nuk të them ashtu. Oh, jo, qërik. Edhe njerës du, se këm pa 2 intervista, se kush na udhëheq ne 12 vjetë. Lexoni profesor Tupet, intervistën e profesor Tupes, dhe një kushri i veti është gazetar Arjan Golomi. Ai u bën thirrje shqiptarëve, zhdukni Edi Ramën. Edhe Sali Berisha.